Dakord. Zonja Çavushi, fjalën për pyetje. Të drejtuesit të strukturës së posaçme dhe kam vënë re që gjitha pyetjet nga ana e opozitës janë tendencioze dhe me raste individuale. Këtu nuk kemi për rastet tuaja individuale, ato drejtuesi fare miru ata që mund t'i referoni me shkrim, kështu që të lutem të kthehemi në bazë edhe të diskutojmë mbi raportimin. Si fillim, i nderuar drejtues, të nderuar kolegë të cilët i jeni bashkëngjitur në këtë raportim, si fillim përgëzime për punën tuaj dhe rezultatet e arritura nga SPAK, të cilat reflektohen edhe në rritjen e perceptimit pozitiv të qytetarëve ndaj institucionit. Pra qytetarët tanë kanë një qasje shumë pozitive ndaj strukturës tuaj, ndryshe nga kolegët e mi të opozitës se kanë nga marrin shembull për mos të besuar te organet e drejtësisë dhe aq më tepër tek ju. Besimi dhe reflektimi i qytetarëve vihet re ndjeshëm edhe në raport, duke theksuar rritjen e kallëzimit që qytetarët kanë bërë në këtë institucion me 36%. Kjo gjë e tregon se besimi i qytetarëve është i rritur ndjeshëm. Nuk ka ndonjë gjë për qeshur këtu, po themi realitetin. Jo, zonja Çavushi, vetëm pyetjet. Ju lutem zoti Gjoni Qetësi. Pyetja e zonjës Çavushi. Ndikon tek besimi dhe është e lidhur me besimin publik, i cili është shumë i ndjeshëm dhe i ndikuar nga disa faktorë. Cilët janë elementët që sipas jush kanë ndikuar më shumë në rritjen e besimit të qytetarëve që kanë ndaj strukturës tuaj? Dhe a mendoni se transparenca e SPAK dhe komunikimi publik kanë ndikuar drejt për drejt në këtë besim të shtuar? Si mendoni se mund të forcohet më tej ky raport besimi midis qytetarëve dhe strukturës së SPAK në vitet e ardhshme? Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja deputete. Po zoti Dumani. Faleminderit edhe për vlerësimet, por edhe për pyetjen, ajo që ndikon patjetër është puna. Pasja e rasteve konkrete të çështjeve të suksesshme. Vetëm në këtë mënyrë rritet dhe besimi i opinionit publik. Ne komunikojmë vetëm zyrtarisht vetëm për çështje konkrete dhe më mirë se flet puna, nuk flet asgjë tjetër. Dhe në vite jemi përpjekur, duke ato që thashë më parë se s'dua bëjmë përsëritje, duke ndërtuar çështje të mira me perspektivë të suksesshme, besimi i publikut është rritur, shpresojmë që të vazhdojë publiku të na besojë edhe në vijim. Faleminderit.